Dhe ngjarja tragjike e humbjes së jetës së gjyqtarit nuk ndodhi nga këta persona të cilët dilnin në gjendje të lirë. Ndodhi nga një qytetar tjetër i cili për çështje pronash dhe po kërkonte drejtësi. Pra, asnjëri prej qytetarëve, dhe këtë ta garantoj me përgjegjësi të plot, nuk ka mundësi dhe kapacitete që të rrezikojë jetën dhe shëndetin e gjyqtarit nëse del si qytetar i lirë, pavarësisht gjendjes procedurale të tij. Aq më tepër pastaj kur bëhet fjalë për personazhe, të cilët jo vetëm që kanë qenë pjesë e jetës politike, kanë qenë në sistemin më të lartë shtetëror, ish presidenti i Republikës, është ish kryeministri i vendit, ish ministri i jashtëm, ish kryetari i kuvendit. Pra, bëhet fjalë për një njeri i cili ka qenë praktikisht kreu i shtetit për një kohë të gjatë dhe në të gjitha. Praktikisht nuk ka qenë i vetmi person që ja kalon në historikun e shtetit shqiptar propozitat që kanë bërë vetëm Ahmet Zogu, i cili ka qenë mbret. Ky është. Dhe si mund të qëndrojë në një kafaz të xhamtë dhe mos ketë komunikimin më minimal me avokatin e tij, po ashtu dhe zoti Veliaj, po ashtu dhe zoti Beqja dhe të gjithë personat, madje edhe ata që janë pjesë e grupeve të strukturuara kriminale, unë besoj që policia e Burgjeve ka njerëz të aftë dhe kompetent për të marrë përsipër rendin dhe sigurinë e gjyqtarëve. Tu do na ndihmoj prokurori pak, mund të gjithë të si është këtë çështën e kafazit të Qelsit? Për mendimin tim, çështja e kafazit të Ekut është shkelje barazisë të palëve në procesin penal. Kur i shef aty për shkakun se gjyqtari duhet të ketë palët barabartë njësoj. Mund të jetë kafazi i Qelçit për persona me probleme psikike, se ke njerëz që janë të izoluar, që rrezikojnë, por çka kemi parë nga vendet e zhvilluara dhe persona që ka probleme psikike mund të shkojë i lidhur. Për shkakun kemi pas raste të lidhur që domethënë punojësi i sigurisë Burgjeve ose punojësi i sigurisë gjykatës e ban të neutralizuar. Si rregull, gjykata, njerëzit janë të lirë. Dhe ligji thotë, këto kafazet janë të palishëm? 30 sekonda. Nëse do t'i referohemi Kosovës, jo shumë larg. Një shtetas i cili dyshoi, akuzoi dhe më pas u dënua me burgim përjetshëm për vrasjen e bashortes së tij, pra për fjalë për Morselin. Po shtyhet edhe më tuteti dhe serbët që dhe terroristët serb Banjës, edhe ata ashtu me pranga, po për krah avokatësh. Në gjendje të lirë përpara gjykatës. Flas për terroristët e Banjës, dhe ata ishin nën hekura, po pra po flasim për Kosovën. Ajo ka shkelje të barazisë të palëve. Po atëherë pse ekziston ky kafazi shqes? Sikur del gjyqtari bizë shkelje parimit presumimit të pavarësisht se shohim nga ana e kodit procedurës penale. Pra njërin palën ti e ke të prezumuar mburr, domethënë me kafaz, dhe pala tjetër. Ose ti ishte zgjidhet më edhe prokurorin kafaz, ti ishin njësoj. Ti ishin të dy njësoj, sepse edhe me gjyqtari ashtu, njërin kafaz, tjetri jashtë. Pra që këtu është shkelje barazisë palëve. Një pyetje serioze, facione se të s'pomaje. Jo, po ta ja. Kafazi i Qelsit, pse ekziston atëherë? Tani, kafazi i Qelsit për shkaqe sigurie, por tani çfarë, pse po ngul këmbë te kodi i procedurës penale te neni 48. Kafazi i sigurisë krijon pamundësi edhe për mbrojtësin komunikim, se gjatë gjyqit, mbrojtësi i kemi edhe fotot, Beqajt me avokate vet, ju lutem ne nxirrni për krah zotit Karança, po. Mund tash, ja. Zgjo, po sigur ky avokat tjetë domethënë shkpullsi mirë, se shi se çohet. Pra, a quhet komunikim normal? Ta kapi hernia, thuat. Po e kap hernia diçka. Edhe Beqjas që është në krahun tjetër. Beqën e kap hernia gjithsesi se është 2 metra. Janë dy burra tul kështu. Ja, shife. Beqja është 2 metra, po. Pra, nuk shkon ai. Ai duhet tulet si njeri me pranga i lirë, policia rri gati për siguri, 2 policë gjykatës mund të rri. Po nuk besoj se ka nevojë për zotin Beqja të rri as 2 as 22 policë. Ajo shkel komunikimin normal të mbrojtësit me klientin e tij. Pra ata diskutojnë se kjo është mbrojtëse. Pra, domethënë kjo cënon parimin e mbrojtjes. Dhe është shumë e rëndësishme komunikimi gjatë gjyqit, pyetjet që bëhen, sepse nganjëherë i panderi mund flasi diçka në gjyq që ja fut vetes vet. Atëherë për çfarë është avokatët? Çohun kombi shpicë, prit 1 minutë sa të flasin çik me këtë. Pra, nuk ka. Aty e të leva ndihmoj çik se këta avokatët janë ta hedhin argumentin poshtë. Teva, realisht prokuror kanë drejt, kanë arsye, kanë drejt, kanë logjikë për shembull. Në fakt këtë duhet ta vendos gjykata. Pakton edhe Ervini duhet ta konfirmojë që është gjyqtari ai që merr një vendim nëse e shikon është e rrezikshme. Për diçka që vendos kodi. Dhe fakti